Okej, e kemi Florentin Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. A pse s'po t'loj me pritesh si po ulesh? Ta mërmenja s'ke arti një gjysore para se me fillu emisioni. Mirë, si që thash edhe më herët, një prej kompozitorëve nuk po flas fjalë miradije për shkak se kemi në studio dhe qysh nuk është mirë me lavdu dikën në sy. Thënë çashtu flan. Çashtu thonë. Kështu që ato tjerat meritat tua jalojnë punës. Po, punës. E di që edhe je pakës modest, megjithatë je punëtor i zellshëm edhe shumë korrekt. Ndoshta nganjëherë pak më shumë se sa i zhdash ty tek ne. Mirëmbrëma. Faleminderit. Faleminderit, nga diçka po zihet nga një koktel. Florent, unë edhe ti kemi diçka të përbashkët. Nëse bashkë kur gjë i kemi numrat 33, unë i kam 33 vjeti, një 33 vjet, 30 vjet karriere. Po 31 në fakt. 31 fakt. 31. Po. Kështu që 31 vjet karriere. Po çati afër. Një rrugtim i gjatë, Florent. Shumë i gjatë. 31 vjet. 31 vjet janë që mire me muzikë, jo që ja kom nis. Po më profesionalisht në kuptimin jetoj prej muzikës. Me muzikë mirem prej moshës 6 vjeçare. 6 vjeçare. Në atë kohë po muj me paramendu sa pak kemi pas, ndoshta njerëz që merr me muzikë. Në atë moshë 3 kam fjalën. Moshë 3 po mendoj moshë 3 ka pas shumë pak. Mirë po fati ka qenë që i kum taku një gjenerate cila ka pas mundësi edhe në moshë të hershme me njoftu, unë në fakt kum pas fati ndoshta me njoftu dhe me punu me shumë njerëz që janë për stepër me të njoftën. Po. Për stepër me profesional dhe që kam mësuar shumë prej aty në njerëz. Cili ka qenë instrumenti i parë që ke ekzekutu ke performuar? Instrumenti i parë ka qenë fizharmonika, domethënë fizharmonikën e kam marrë prej motrës time Teutës, e cila a do të thonë edhe para teje ka qenë motra? Ka qenë motra e cila ka këndu edhe ka ekzekutu në fizharmonikë edhe mandej pa të kru në shtëpi edhe unë e ku marrë me provu, më ka duke interesant. Fillimisht ja ka nis ashtu edhe mandej veç ja kom nis me shkollë muzikës edhe gradualisht në marrë me muzikë. Me muzikë ndryshe. A të kujtohet kënga e parë që e ke ekspozu? E ke kompozu. Me tregu drejtën nuk më kujtohet kënga e parë e cila është kompozu sakt, domethënë, e cila unë fillimisht më shumë kom orkestru, do të thotë kom bo idetë cilat kanë ardhur edhe i kom orkestru, mirë po ka pas edhe këngë, madje kom fillu edhe me kompozimet e mia të para. Mirë po fillimisht kanë qenë grupet e rock bandet e para në vitet 80-ta ku kemi incizuar në Radio Prishtinë në atë kohë, me të cilët kemi incizuar muzikë origjinale, pra, ka këngë origjinale të cilat janë fatmirësisht edhe sot këndohen ato këngë. Kush kanë qenë prej të parave në atë kohë? Grupi i parë ka qenë me cilë ke punu? Grupi i parë i imi, ta quaj rock bandi i parë ka qenë Aton 5, pastaj ka ardhur grupi Horizonti, i cili ma vonë pak a shumë ai grup është transformuar se kantar ka qenë edhe në atë kohë Dugaxhin Lipa, transformuar në grupin Oda. Më pas ju ke bashkangjit edhe grupi tot. Po pas asaj ka qenë grupi fillimi i fundit me të cilët kum bashkëpunu, mandej kum bashkëpunu me grupin i Lirt, Nikot Gjatë, mandej ka mjaft, domethënë ka shumë grupe në atë kohë me të cilët kum bashkëpunu shumë. Kum bashkëpunu në atë kohë dhe me Nejat Manculën, edhe mburë me një album me të cilin kom marrë pjesë, i cili është punu si solo albumi i Nejatit në vitin 1990 mos gabosha. Flen kompas të Kosovës dhe Kosovës. Okej, kom pas rastin edhe me Gjevdet Gashin, që tash e kemi koleg, më tregu për atë kohën se si ka rrjedh procedura incizimit të një këngë live me band, do thotë është caktu termini? Në Radio Prishtinë ka qenë histori, po mendoj me incizu, thjesht me marrë një termin. Është desht me prit me muj, edhe kur kemi shku në termini ki pas 4 orë. Prej orës 8 deri në ora 12 ka qenë termini. I cili ka zgjatë 4 orë. Për 4 orë është desht me u vendos instrumentet, është desht me incizu orkestrën, mandej ka hy këngëtari edhe është desht me u bo miksi. Mirë po zakonisht neve që na ka ndodhë ke shpesh në Radio Prishtinë atë kohë që
rojtari viken 11:30 dhe gati se po keni nejtë dhe një projektuj. Dhe thjesht i kishim do të thotë 3 ore gjys për me realizu një këngë dhe është prit me muj për me të ardha ai termin. Po veç ndoshta Po në atë kohë kemi pas fat që me horizontin fillimisht e kemi pas Shefqet Hoxhën Shekin, producent i cili na ka ndihmuar shumë edhe falenderoj Shekin pa diskutim. E me vokalista, me këngëtare keni pas problem gjatë këndimit, gabime, hajde edhe një herë, ktheu edhe një herë, për shkak të kohës limituar, a kanë ushtruar ata? Shumë presion, ne kemi ushtruar shumë. Po. Domethënë kemi ushtruar shumë me band para se me hy, edhe me këngëtare ne do të thotë kemi qenë përgatitur. Mirë po prap kemi qenë shumë të ri, edhe ka qenë ato fillet e përvojës në për studio. Edhe teknika ka qenë e tillë që ne ndoshta kemi pas kërkesa shumë të mëdha në kokë sidomos. Po. S'kemi ditë ndoshta edhe me shpreh si duhet, mirë po koha e limituar me stresi për me finalizu këngën, edhe pra po thon funditës kanë ardhur kanë se Ballkinet të dy projektuit. Veç a mendon që në atë kohë janë realizu këngë ma të fuqishme në atë kuptimin të pavdekshme, të cilat edhe sot asaj dite dëgjohen, transmetohen nëpër radio, nëpër pyetje shumë me vend rob, mirë po mendoj që ne gjithmonë kemi përcjell trende. Po edhe në atë kohë, edhe në këtë kohë, edhe në ditë sotit është vështirë që prej këtij vendi thjesht na me kriju një trend. Mirë po e mira ndoshta çka mundej me dallu atë kohë me ditë sotit është që edhe nëse është përcjell trendi, jemi mundu shumë me fut brenda melos shqiptar. Po. Edhe për atë arsye ato kanë qenë shumë më të kapshme, edhe nëse ka qenë ndonjë rock apo çka po dione, ka pas diçka që e ka prek më shumë këtë publik. Derisa sot ki këngë, do të thotë këngë cilat e përcjellin trendin, janë shumë në trend, mirë po janë këngë cilat do me thonë pak e prekin melosin tonë edhe shihet që edhe ato këngë me siguri mandej mas një viti edhe ndoshta nuk dëgjohen fare. Në atë kohë e përmendet që ka pas rast kur ka ardhur rojtari dhe ju kanë nxjerrë jashtë hajde se ball keni nejt, keni pas presionin e kohës, stresin, lodhje, krejt ato, a ke mendu në atë kohë që ka me arë një ditë kur ti keme pas një studio me teknologjinë, me fjallën e fundit e teknologjisë? Jo, ka qenë jashtë çdo koncepti që një ditë ka me arë që studio ka mu digitalizu në atë forme dhe keme pas mundësinë qash lehtë një ide thjesht me realizu në këtë formë që realizojme ditë sotit. Mirë po ajo kohë, jo vetëm ajo kohë, po edhe sot, edhe unë prap ende mundona, edhe në punët e mia cilat i punoj, thras shumë instrumentista cilët ekzekutojnë gjallë studio. Sepse ai grup, ajo shpërndarje e energjisë dhe ideve apo mënyra se si një instrumentist e ekzekuton nuk shpaguhet me kur gjë. Mirë po në atë kohë pa diskutim që as ëndër s'kishim mujt me pa që teknologjia ka me përparu deri në këtë pikë. Është incizu në shirit, mundësia e editimit ka qenë, pra rregullimit edhe ka qenë shumë e vogël, për atë arsye dhe kemi pas këngëtarë dhe instrumentista super të mirë, sepse është deshtë me të vërtet me qenë shumë të mirë në mënyrë që nuk ka pas editime, do me thonë, si në formë sot që me kompjuter mundesh me bo mrekullim. Veç me gjithato ta ka kriju një shprehje që prap edhe në këtë studion që e ki profesionale, prap kur inqizon këngë, kur bën aranxhmone e ki edhe instrumentistat, e di që e ki disa bashkëpunëtor të rregull. Po, kam shumë bashkëpunëtor, edhe në vërtet kam fatin që bashkëpunoj me shumë instrumentista të mirë, sepse në këtë moment është edhe një gjenerat shumë e mirë e instrumentistave në Kosovë. Dhe i falenderoj për përkushtimin që edhe ata me të vërtet e kanë gjatë punës kur vinë në studio. Pa diskutim që shpirti prapë po thonë, i muzicientit, unë vetë jam instrumentalist i cili ekzekutoj në synthesizer dhe më tonë. Mirë po synthesizerin si instrument nuk e pëlqen momentin që duhet diçka e cila është për shembull me zavendësu me një instrument akustik. Po, edhe me shndru se zakonisht synthit e na tash po shndrohet në kitar, në tupan... Jo, ka momente që e bën, mirë po kur me të vërtet, kur do me kriju një këngë, është e pakapshme, nuk tingëllon. Nuk ka teori me tingëllu si një dore një njerit apo një shpirti një njerit, një instrumentisti me një instrument gjallë, nuk ka teori me tingëllu. Edhe pse teknologjia shumë ka përparu. Tash ka dhe fraza, do me thonë që është instrumentisti i gjallë, që ne e quajmë sampla,
dhe ato fraza prehen, bohen mënyrat të ndryshme, mirë po, kur ke me të vërtet një këngë origjinale, prapë se prapë instrumentisti e ka rolin të padiskutueshëm në atë. Unë fillova bisedën të bë pyetje për të kaluarën para 30 viteve, 20 viteve, megjithatë besoj që është në interes të shikuesve dhe dëgjuesve që sidomos gjeneratat më të reja të kuptojnë, mësojnë diçka si ka qenë vite më parë, besa bashkë me ta edhe unë pse jo. Tregom Florent, a ka qenë më vështirë në atë kohë me punu me artist, me këngëtar, apo është tash? Me kriju diçka bashkë me ta? Po, në atë kohë ka qenë një numër ndoshta më i vogël i njerëzve që kanë marrë me muzikë profesionalisht, ndoshta më për të njëjtën arsye, edhe për shkak të trendit muzikor, po edhe për shkak është desht me qenë shumë më shumë profesionale dhe muzika si koncept ka qenë përpara çdo sendi tjetër, derisa në ditë sodit muzika si koncept të artistat një pjesë, po them, e madhe për fatkeq, si koncept është lënë mrapa. Shumë sende tjera janë parsore për me dalë me u marrë me muzikë se vetë muzika. Ne për shembull, po e tregoj një rast mas jemi në televizion, prej kësaj pjesë këtu të qytetit kemi bajt mesaj zmadhuset deri në breg Djellit. Zonë kemi pas një mosh 17 vjeçare, po flas për me ushtru për rock band. Jam i bindën që rrallë gjeni një gjenerat 3 në ditë sodit, dikush që i ka 17 vjet, i cili shkon me saj e merr një zmadhus prej një këndit qytetit, kanë tjetër, vetëm për hir të muzikës. Zakonisht tash po dorëzohen më lehtë edhe sani i parë që e ndëgjon, sidomos prej trive, po shpresoj që s'keni më marrë noti, po kjo po ndodh bazë kërkesave që kam në Facebook, krejt me të njofshëm po shkon. Në atëherë besoj që keni thonë krejt me të njofshëm se s'keni pas ku me depërtu. Nuk ka pas mundësia, ka qenë shumë më e vogël, është desht me qenë me të vërtet shumë i mirë për me gjetë vendin ose hapësinën në medium derisa ka ekzistu mediumi deri në 90-tat. Edhe mandej pas asaj kohë kanë fillu privatizimi për quj, ku kanë dalë kasetat, edhe ka qenë një kohë televizive cila është shfaq në radio-televizioni shqiptar në Shqipni, ku ke mujt një këngë ose 2 këngë me u shfaq. Shumica edhe aty ne kanë qenë patriotike, pra ka qenë shumë vështirë me i bo balla asaj kohë, derisa një pjesë e madhe është shfaq me kaseta, mandej CD-a e tjera. Kur ka dalë kjo koha e kasetave, VHS-ave këto, a mos ka fillu që atër muzika pak me deviju tek ne? Po thamë, sepse aty mandej është kriju mundësia që njerëz, pavarësisht asaj se sa ka desht ose sa ka pas profesion muzikën. Unë s'po thamë sa në profesion kuptim vetëm me jetu prej saj, po me të vërtetë edhe sa ka desht muzikën. Ka qenë mundësia, ka fillu mu kriju mundësia ma e letë që me ardhë para publiku. Dhe normalisht ka ardhë deri në pikën që me një moment mendoj që ka degradu, për fat mirë ka shumë, mos t'kesh kuptuemi, ka shumë artistat mirë, në ditë sodit që janë fenomenal, sidomos një gjenerat e re. Mirë po për fat keq ka edhe tillë që prapë po them, muzikën e kanë dytësore, nuk e kanë parsore, nuk e kanë përpara. Për këta do të flasim edhe ka fundi i bisedes për talent të rinj, për mundësitë e tyre e tjerë. Florent, atë ka ndodhur ndonjëherë, kështu si tip, si natyrë je e qetë, e thash edhe më herët, njihesh për korrektësi, për krejt, zakonisht kur caktuan terminet e ti, nuk ki qef mu të vënu as një minut, po as nuk e han hakun që thujmë, je korrekt. Atë ka ndodhur ndonjëherë me pas probleme me ndonjë artist në mos sa me largu, po e thëmë për i studios, mos me pranu, me punu, me i realizu ndonjë këngë. Po, kom pas rast për shkak mut pritjes, dhe me tonë mendoj që koha nuk është në pyetje se a e presun e dikon dhe a humbi atë kohë. Mendoj që në qoftë se flasim për muzikë, qoftë se nuk e ki respekt ndaj vetes për punën cilën e bën, qoftë se nuk e respekton veten për punën cilën e bën, pa diskutim s'mundesh me prit as respekt për dikujt tjetër. Atë arsye kum pas rast ku nuk ka desht me thonë, ndale dhe nuk kemi vazhdim. Po kështu, refuzim tjetër llojit, një artist me shpresë që ka me arrit
pasi ta realizoni këngë të ti, pasi që kanë dëgju hitet cilat i ka realizu Florent Boshnjaku dhe ka ardhur me punu, me bashkëpunu me ty, e ke pa që nuk po mundet me gjetë veten muzikë, a i ke tregu që mi thonë, po më vjen kesh na muj me realizu këngë, po nuk ki vokal, s'ki kapacitet. Mundona me qenë me të vërtet shumë i sinqert sidomos në artistat e rritë cilë vinë, cilë i hynë kësaj punë, dhe mundona mi u tregu kretë tregimin, i cili është shumë i gjatë, se ku po hynë, pse po hynë, edhe i pës ku e kanë qëllimin. Nuk është vetëm në pyetje se sa i ka kvalitet ose kapacitet, mirë po është edhe qëllimi i tij. Për atë arsye po them sot qëllimi ka ndru shumë. Po, qëllimi. Kjo është problemi, domethënë që qëllimi ka ndru, pse ndoshta një pjesë të rive kanë dëshirë me i hyrë muzikës. Edhe normalisht ata e gjenë, nëse kanë atë qëllim e gjenë formën te unë ose te dikush tjetër, nuk është ajo problem për ata njerëz. Mirë po pa diskutim që ka njerëz që kanë ardhur në studio dhe normalisht që i kumë refuzu. A ka me atë prej atyne që dojnë me një gur, me i vra dy zot që thonë edhe dojnë me depërtu në showbiz me këngë që mi ju transmitu në për televizionin në për radio, po edhe kënej ka dasma të pak me mujtë me të njëjtën këngë me dhezë në dy honë. Po, kjo është edhe, na ja nisëm kësaj bisede në këtë formë. Po. Dhe thot, pse ato këngën atë kohën dëgjohen ditë sotit e dhe. Ne jemi në Kosovë, ne punojmë për Kosovarë. Do të thonë, muzika me vite sa unë jam ta quaj që mire me muzikë, në rrallëm ka rastis, unë personalisht më ka rastis disa darsma me bora muzikë. Po. Po flasën 80-at, 90-at, po më ka rastis edhe ma vonë. Tash është në trend, është tani DJ-e ku ta di unë, po flasë rock muzikë në darsa. Jo në ngishta. Shumica e ahengjeve dhe çdo send që bëhet me muzikë popullore. Po. Dhe normalisht që tregu i muzikës popullore pa diskutim është më i madhi. Mirë po unë me të vërtetë e shoh të parësyshme për shumë njerëz pse nuk nëse kanë cak atë punë, pse nuk miren me atë punë. Unë jam të punu një projekt me një vajzë në Gjermani me Dafina Kastratin, e cila është me të vërtetë mjaft e talentuar, po jemi të punu me një ekip gjerman. Po du me ndërlidh me këta. Edhe ku bisedu me disa producenca të cilët me të vërtetë janë shumë të njohur në Gjermani. Ata shumë thjesht më thanë muzika e cila është numër 1 në Gjermani, e cila shitet, po flas, është muzika popullore e tëne. Po. Atyne gjermanëve me flokë gjata të bardha. Me birra ndorë. Po. Edhe normalisht është tregu më i madh, sepse e kanë si kulturë të veten, ose shkon në Greqi e kanë muzikën greke, shkon në Turqi e kanë muzikën e tëne, shkon në rajon Ballkan, hyn prej Serbisë deri në Kroacinë, ku ta di unë, krejt prapë kanë muzikën e tëne. Po. Pra e kanë atë treg edhe mundohen, prapë ju mundu ndoshta edhe këngët të tëne me i kthy ose me përcjell atë trendit që po e kanë rujt me lose. E kanë perfekcionu ndoshta, ka momente që për shembull muzika e Turqisë shitet edhe në Amerikë, po flas muzika me të vërtetë e mirë, ose grek ose ku ta di unë. Jo e përdhënosur. Sigurisht. Po neve prapë po them aty na ka hup pak identiteti. Kështu që për mu unë mendoj që shumë ma lehtë kishte me qenë nëse këta njerëz me shumë dëshirë, nëse kanë qëllimin, darsmen edhe komercializimin e ku ta di, në kuptimin e mirë komercializimin, mos të keq kuptohem, atëherë pse mos me përcjell atë rrugë, e cila thot bën muzikë popullore, pse jo? Florent, e lam te muzika popullore te në botë, në fakt, madje edhe DJ me famë botërore kanë realizu hite ripërpunime ku kanë gërshetu tradicionalen edhe modernën, madje në shëndruar në het kanë pushtuar edhe top listat. Te na po bën do ripërpunime, po sikur s'po rrin shumë, po zhduken diqysh. Po pra po thon kudo në botë më shku, prej Amerikës po janë nisi që është tregu më i madh në botë sa i përket muzikës moderne, dhe është treg i cili veti ka zbuluar dhe stilet muzikore e tjera. Muzika country është numër 1 në vend. Muzikë e cila konsumohet, dëgjohet, pëlqejet e tjera.
edhe në qoftë se flasim, e thash edhe më herët, edhe për vendet e Evropës është njëjtë. Për cilë trendi mirë po prapë ruhet ajo tradicionale. Te ne për fat keq prapë them, nuk e di për çfarë arsye, muzika popullore ka marrë kahje tjetër. Edhe pse unë mendoj që në thelb muzika që është origjinale jonë është muzika folklorike, e cila me të vërtetë na dallon shumë prej secilit vend. Folklori i fill, i cili në fakt për disa nyansa dhe dallon prej veriut, po i quaj veriut prej Kosovës e poshtë deri te Shqipëria e jugut atje. Pse s'po merr guximin dikush sigur po zhduket ose të paktën me sjell një trend të ri, që folëm më herët, me boni një gërshetim. Po ka pas, unë vetë kum pas tendenca, qysh në fillim viteve 90-ta ka pas tendenca dhe mrapa, mirë po prapë thëmë mundësia e saj që, sidomos në ditë sotit, ku mundësia e publikimit apo prezencës para publikut, në format të ndryshme, përmes internetit, YouTube, shumë televizioneve, radiove tjera, ka pru mundësin që secili me publiku edhe me dhënë diçka ndoshta edhe që nuk e vlen mirë, po ka publik i cili e pëlqen, ndëgjon edhe shumë vështirë është me shty diçka që ndoshta me bo si trend apo si diçka që dikuj ka mi pëlqy. 31 vite aranzhmane, kompozime, që thot populli ke nejt pritë për cjell, ke po talent këngëtar të rinj që në gjitë në skenë, ke po edhe prej atyne që kanë fillu të ra dhe sot nuk ekzistojnë gjekundi sa i përket muzikës. Po ti pra po mbetesh trend. A e bën puna? Po, unë mendoj që pikës pari e bën puna pa diskutim. Pikës dyti e bën përvoja, edhe pikës treti që ka shumë me nënsi e bën dëshira për muzikë. Unë ende kom vullnet shumë për me ndëgju pikës pari muzikë, edhe më ndej me kriju muzikë. Gjitha këtu kur gëshëtohen e bojnë arsyn edhe normalisht që mundona me qenë sa ma korrekt, sa i përket punës me gjitha ta artist me cilë punojnë. Po veç, a i bjen kjo që nuk e eksperimentu shumë në atë kuptimin që këngëtar tek ne po e bojnë fatkeqësisht, po është në trend me boni bashkëpunim me një jo popullorgji, po edhe ma thellë po i hynë, tash duhet pa tjetër krejt me i bot njëjta, ndoshta nuk e punu kështu në këtë mënyrë. Jo, unë mendoj që suksesi punisna prej, mos thëmë qelsi, po arsyeja e suksesit është kjo që e thash edhe ma herët. Unë e kom kuptu shumë herët se për kënd jam të bu muzikë. Unë e kom kuptu që jam të bu muzikë për trek shqiptar. Kudo që gjinde. Edhe për fat mirë si thmim ka rastis prej se cilit cep Kosovës, po mandi në Shqipni, në Macedoni, në për Evropë, Gjermani, më duket që edhe fshatrat e Gjermanisë i di, ku kemi ekzekutu një në Amerikë, në Evropën, prej Anglisët e poshtë, ka rado me thonë me njoftu kulturën shqiptare komplet, dhe me thonë edhe traditën e çdo sen, a jam ka ndihmu shumë që thjesht me ditë me kënë bëjtë. Viteve të fundit i ke te kaluar edhe kufit në barë shqiptar pas suksesit me këngën që ke realizu për Rona Nishliun, që realisht mujë me thonë triumfojnë në Eurovision. Si masterpiece. Faleminderit shumë, po më jam shumë i lumtur që ajo këngë e arriti diçka përtej suksesit në festival dhe Eurosong, e çka është ajo është që ajo këngë ende sot e kësaj dite ndëgjohet në gjithë botën, këndohet në gjuhë shqipe, çka është shumë menaci. Po, kur jemi te këndimi në gjuhën shqipe është ajo vajza re në një talent show, Kristina Magrin. Kristina Magrin, po. Që realisht ka kërku me pas... Po, dje, hiq më lashtë se dje kom kontaktu, jam afer finalizimit këngës, dhe ma merr mendja që kënga ndoshta nëse arri me incizime me tekst me gjitha mundet që diku deri fund tetorit të realizohet. Edhe kemi biseduar që promovimin e asaj këngë ta bën edhe në Kosovë, pse jo? Po, është rumunën, nëse ka marrë pjesë në Rumani në fakt, talent show, po. Florent, shumë këngëtarë që kanë përfaqësuar Shqipërinë në Eurovision duke filluar me kam këtu Anjeza Shahini, Ledina Çelo, Luiz Elli, Fredrik Ndoci, Olta Boka,
Juliana Pasha, Adrian Lulgjuraj me atë djaloshin tjetër me Bledarin, pas rikthimit nga Eurovisioni sikur nuk kanë dhezë që thot populli. Pse ndodh kjo? Ndoshta për shkak nuk i lejojnë vetes me pranu kong që thojmë na që janë trend që janë pak ma limonad ndoshta. Unë nuk e di, do me thonë, po mendoj paka shumë këta emra që i përmendet, mendoj që një pjesë të në janë në treg, ndoshta nuk janë në vendin ku e meritojnë me qenë, mirë po problemi i kretë kësaj përvoje që njëri i bën në rësëm, kërkesat normalisht që mandej rriten, për çdo send edhe me siguri që kantari ka shumë vështirë me shku për fundi asaj pike dhe normalisht që kërkesat rriten. Për fat keq mandej ky treg nuk po ofron diçka më të madhe se aq, edhe normalisht mundet me mri deri te momenti ku mundet edhe ndonjëri prej tyre edhe me stagnu kuptimin e mos prezencës apo mirë po në asnjë moment nuk e bjen pikpyetje kvalitetin e tyre. Jo, kvalitetin jo. Prej këtyre emrave përveç Aurela Gaçi që është shumë aktive dhe me këto mbrëmjet rinore këta tjerë pak më rrallë. Unë mendoj që edhe Juliana shumë aktive. Juliana Pasha. Juliana është mjaft aktive. Florent, konsiderohesh edhe si mjeshtër i baladave, një ndër tokë është po filloj mamati, Ermal Fejzullahu ti ke realizu për Kënga Magjike, Gocën nga Tirana, Ylka Kuqit, Anjeza Shahini, Nxënësja ma mirë, nëse s'gaboj ka qenë në Këngë Magjike, më pas e thash Ermali, Kaltrina Selimi, balada Ditëlindja që është e vetmja këngë me tekst dhimbshëm që transmetohet edhe për ditëlindje. Kush është tjetër, Neki Emra, pa ty që fitoj çmim me klipin muaj më parë. Nuk e di, ka shumë këngëtarë që vinë dhe kërkojnë baladë prej meje. Unë jam tip mjaft energjik, edhe pse jam i qetë. Mirë, po gjitha këto që i përmenda kanë qenë hite dhe disa prej tyre janë edhe sot. Nuk e di. Cilat i punan ma me qef kështu, me thonë, Florent, pedu një këngë prej teja, apo ma propozën një balada, një ritmike. Ka dhe këngë ritmike, cilat e më pëlqejnë, cilat i kam punu. Mirë po prapë po thëmë, ndoshta në balada ka mundësi me kriju muzikë ma shumë, edhe mu shprej në kuptimin muzikor ma shumë, ndoshta për atë arsye edhe bot ma me qef për mu realizu. Mirë po në asnjë mënyrë edhe muzika apo këngë cilat kanë ritem, edhe ritem të mesëm, pa diskutim që dhe ato më pëlqejnë shumë edhe i punojnë me shumë dëshirë. Florent, sikur je duke shiku televizor ose të dëgju radion, edhe dëgjon një moderator, po marr shembull që më pritet gjelbë në emision me Visarin, edhe më dëgjon të paralajmëru një këngë qoft Kaltrina Selimi Ditëlindja ose qoft Rona Nishliu, edhe unë them e dëgjojmë vazhdim këngën e Ronës Sus. Çka të vjen mendje aty për aty? Po kur gjohë, do me thonë në atë moment... Kjo ndodh tek ne, vazhdimsi. Po mendoj pa diskutim që është kënaqësi kur e ndëgjon mas pari fillimisht këngën tonë. Nuk është as pak e rëndësishme në çfarë konteksti, se çka thuhet, se si thuhet edhe çka. Ne kemi shumë probleme, cilat edhe jemi tu mundu edhe në bazë të asaj që thot bazën ligjore të rregullohen. Po. Duke fillu prej drejtës së autorit, prej drejtës interpretimit, drejtës kësaj të producentit, të interpretit, të instrumentalistave etj. Mirë po pa diskutim që prapë po them, është kënaqësi kur e ndëgjon këngën tonë, nuk është më rëndësi në çfarë konteksti lajmërohet apo nuk lajmërohet. Po veç, megjithatë si kryesues i shoqatës APEK jeni të luftu për pa diskutim që në fund ditës luftimi për drejtën, jo vetëm kontekstin se si lajmërohet një këngë apo është për te asaj, për atë arsye edhe ka me qindra vite do të thotë që është hyn funksion në përbot të drejta autorit. E drejta autorit edhe me ligjin tonë është pa tjetërsueshme dhe nuk mundet me u tjetërsu si e drejtë. Mundet me u thjesht me u bartë si pronësin kuptimin material, mirë po në asnjë mënyrë në anën morale.
Pra autorësia mbetet autorësia. Pak si hallakon, po vazhdon me shku jo veç te kompozimi, te aranxhmoni, po dhe qoftë ndonjë festival garus për videoklipin më të mirë, zgjedhet klipi një këngës më i mirë, nuk del regjisori me marrë çmim, del këngëtari prap. Fillimisht për fat keq edhe vetë komuniteti i cili mirret me këtë punë nuk e ka të qartë se kush cilën drejtë e marr. Po. Mandej njerëz që mirën për rreth po flasni një shumicë dërmuese nuk e kanë të njoftën edhe ligjin edhe mënyrën se si funksionon edhe çka funksionon. Cila është e drejtë e kësaj, si funksionon, se si realizohet një punë, kush e marr drejtën e asaj pune, në çfarë forme ai mundet për pretendu drejtën e asaj pune. Këto është një diçka e cila nganjëherë te kalon kuptimin për shumë njerëz që edhe mirën me këtë punë. Mirë po mendoj që jemi mundu mjaftën këtë kohë përmes shoqatës, edhe pse nuk jam shumë i kënaqur në mënyrën se si është u hec. Po. Mendoj që ka stagnu për shumë arsye. Mendoj që këtu është edhe politika e ka rolin e vetë, cilin ndoshta duhet me lujt shumë më të madh për realizimin. Është komuniteti artistik i cili po ashtu i ka të lashet e veta, janë mediumet, janë shfrytëzues tjerë, vegjël domethënë, cilët me të vërtetë nuk e kanë njohurinë se si funksionon, në çfarë forme funksionon. Po ashtu edhe televizionet që në fund apo operatorët kabllor që në fund e ritransmetojnë këtë material pa një drejt dhe pa një drejt pa të nënshkruar apo pa marrëveshje. Lidhur me këto, ju dhe Radio Televizionin 21 keni filluar një bashkëpunim për të avancuar ndoshta edhe të drejtat e autorit. Si po ecën kjo? Ne kemi hapur zyren e cila mirret fillimisht dhe regjistrohen punët pranë televizionit 21. Televizioni 21 është i pari i cili në fakt e bën këtë praktik për momentin dhe po mendoj që shumë shpejt do të fillon me zbatimin komplet edhe të ligjit. Me siguri do të jem ndër të parë që do të fillohet me zbatimin e kësaj. Mirë po në këtë hapësinë ku gjërat në anën tjetër nuk funksionojnë si duhet, mendoj që duhet të mundohemi shumë më shumë që të gjithë ta kuptojmë rëndësinë e kësaj. Është një rëndësi me interes të veçantë për komplet vendin. Është një diçka e rëndësishme sepse kemi të bëjmë edhe me kërkesë bashkisë evropiane, sepse më nuk bëhet vetëm fjalë për punën tonë, po bëhet fjalë edhe për punën e cila transmetohet kanë të huaja në Kosovë. Kështu që ata kanë kërkuar drejtat e veta. Sigurisht edhe po shpresoj që për një periudhë, prapë po them po shpresoj, jam të shpresuar që sapo mirë po për fat keq prapë po them vullneti prej gjitha anëve ka stagnu, që kjo punë me të vërtetë shtyhet. Vullneti duhet me u rrit prej gjitha anëve, duke nisur edhe prej komunitetit artistik që kanë interesin ndoshta më të madh në këtë punë, që të rritet ky vullnet, të mundohemi gjithë më shumë që thjesht të mrrijmë në një pikë që ky interes realizohet dhe normalisht kjo e drejtë që është me rëndësi, e drejtë e cila është edhe me ligj të funksionalizohet në Republikën e Kosovës. Mirë, tash po kalojmë pak te Instagrami, RTV 21, zi kum ka shku meti. Një prej pyetjeve ishte cili është këngëtari me cilin ke bashkëpunuar më kokfort në suazat punës, po thot, Dit Mirguci është një shikues që e kemi. Ka shumë këngëtarë, me të vërtetë kum bashkëpunu me shumë këngëtarë. Kur bashkëpunon me këngëtarë të ndryshëm, secili ka edhe unë kam atë egon, sidomos egon e artistit që thojmë, edhe nuk e shohim tonë edhe ne jemi pak kokfort në punën cilën e punojmë. Mirë po në ditë sotit është shumë e mirë sepse çdo send regjistrohet në kompjuter. Edhe nëse bëhet një gabim se përpara ka qenë problematike, nëse ki pas një këngëtar dhe nuk është pajtu me ato çka ti ki thonë, edhe aty ka mujt me lind konflikti, mirë po sot është shumë lehtë me i tregu se gabimet apo diçka. Në shumicën e rasteve këngëtarët e besojnë tej mase, edhe këngëtarët cilët janë super profesional, cilët janë shumë po të gjatë në këtë punë, ma besojnë me të vërtet punën.
sepse është ajo ana tjetër që thamon jashtë ndëgjuesve ku dikush e vlerëson për të mirë, jo për ndonjë arsye tjetër, sepse ne jemi aty me kriju një këngë për inat dikuj, po jemi me kriju një këngë për dëshirën tonë edhe për dëshirën që nesër dikush me ndëgju. Mirë, Florent, kisha pas dëshirë ta vazhdojmë edhe më tej bisedën, mirë, po për shkak të kohës duhet ta përfundojmë këtu. E di që ke filluar një bashkëpunim me Eliza Hoxhën, po ndoshta është herët me fol për Po, kemi filluar një bashkëpunim, në fakt Eliza është edhe Eliza ka publikuar edhe si lajm edhe më herët është në përfundim të një albumi i cili quhet Retro me përpunim të disa këngëve, të cilat me vërtet kanë qenë hite në për këto vitet e fundit, disa dekada, ndoshta kisha më thonë. Dhe ato këngë janë të ripërpunu, të sjell, të fresku në mënyrë më të tretë mundshme dhe po shpresoj që ai album shumë shpejt të del në dritë dhe njerëz ta shijojnë. Florent, faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe juve. Faleminderit. Faleminderit, miq të dashur, me mua dhe me ju ishte kompozitori Florent Boshnjaku. Do ta dëgjojmë këngën Sus, interpretuar nga Rona Nishliu, pjesëmarrëse në Eurovision, përfaqësuese e Shqipërisë.